Dëbora zbardh fshatin turistik të Llogoras. Temperaturat në zero për gjatë orëve të vona të mbrëmjes së ditës së premte, por edhe të shtunës, kanë bërë që fshati turistik të zbardhet nga dëbora. Rreshje dëbore të rëna me intensitet mesatar deri në të lartë kanë zgjatur për disa orë, duke zbardhur majën e Llogoras, por edhe duke prekur segmentin rrugor që lidh Llogoran me Palasën, Dërmiun, Himarën e të tjerë. Temperaturat e ulta nën 0 gradë mbrëmjen e ditës të enjte, por edhe mëngjesin e ditës së sotme, kanë bërë që në fshatin turistik të Llogaras të bjerë i dëbor. Siç mund ta shihni edhe nga pamjet mbas shpinës time, maja e malit është mbuluar nga dëbora. Përgjatë orëve të mëngjesit në Llogora ka ndërhyrë edhe firma e cila merret me mirëmbajtjen e segmentit rrugor. Kjo firmë ka nisur fillimisht pastrimin e rrugës nga dëbora. Gjithashtu më pas është hedhur krip për të bërë të mundur qarkullimin rrugor pa problematika. Ndërkohë që drejtuesit e automjeteve që përgjatë kësaj të premteje kanë shkuar drejt Llogoras janë këshilluar të bëjnë kujdes. Kjo për shkak të segmentit rrugor tepër të rrëshqitshëm, i cili mund të sjellë problematika. Është këshilluar të qarkullojnë me shpejtësi të reduktuar dhe duke përdorur zinxhir.